Përshëndetje gjithëve, sot do flasim për impaktin që protesta po jep te partitë e mëdha politike, te Partia Socialiste, te Partia Demokratike, çfarë po ndodh me to. Protesta, si e kemi thënë dhe tashmë ju e dini të gjithë, ka bërë një muaj, ka hyrë në muajin e saj të dytë, një persistencë dhe qëndrueshmëri e admirueshme dhe një vlerësim maksimal, por për protestën do ndalemi dhe do kemi editoriale në ditët në vijim, pasi kam folur shumë edhe në rrjetet e mia sociale. Por sot dua të flas pak për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike. Duhet të jem sa më konkret dhe do flas me emra. Unë mendoj që këto forca politike mund ta kalojnë këtë situatë të vështirë, të cilën ja ka shkaktuar protesta e drejtë që ende po zhvillohet në rrugët e kryeqytetit, por është një protestë e cila rrugdaljen e ka padyshim te modernizimi dhe te ndryshimet e thella. Si ta lexojmë protestën dhe modernizimi i politikës shqiptare, e kam titulluar editorialin për ditën e sotme. Një epokë e re kjo për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike përmes modeleve Jorida Tabaku, Ervin Saliani apo Elisa Spiropali në optikën time. Ndalem më gjërësisht edhe te këto figura dhe te impakti që mund të japin. Padyshim ndryshimet e thella politike në Shqipëri si gjithmonë atëherë kur partitë e mëdha kuptojnë se mesazhi i rrugës, i votës apo i pakënaqësisë publike nuk është thjesht një protestë e radhës, por një thirrje për transformimin strukturor. Sot lëvizjet qytetare dhe opozitare mbartin një lodhje me status quo, krizën ekonomike, largimin e rinisë dhe nevojën për institucione që funksionojnë përtej ngjyrave politike. Për të ndërtuar një politik me standard evropian, dy forcave politike kryesore, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, duhet ta lexojnë këtë realitet dhe të nisin një valë modernizimi. Ky proces nuk mund të jetë më produkt i liderëve politik të vjetër të tranzicionit, qartazi jo i Edi Ramës, qartazi jo i Sali Berishës, por mund të udhëhiqet nga figurat që përfaqësojnë gjeneratën e re të tranzicionit të brendshëm të këtyre forcave politike, Jorida Tabaku, Ervin Saliani në PD dhe Elisa Spiropali në Partinë Socialiste. I marrim me radhë. Në Partinë Demokratike binomi nevojshëm arsye guxim. Për Partinë Demokratike modernizimi nuk mund të jetë një proces thjesht laboratorik apo akademik, por as një aksion thjesht reaktiv. Ai kërkon një ndërthurje të dy rrymave që plotësojnë njëra tjetrën. Modeli Tabaku, truri dhe institucionalizimi dhe që përfaqëson profilin teknokrat që i duhet dëshpërimisht PD-s për të u hapur ndaj shtresës të mesme intelektuale, biznesit dhe partnerëve ndërkombëtar. Qasja saj bazuar tek argumenti ekonomik, analizat e ftohta financiare dhe integrimi evropian e zhvendos PD-n nga gjua e llogoreve drejt alternativave programore të qendrës së djathtë moderne, gjë që i mungon kësaj force politike deri tani. Ndërsa kalojmë pas edhe tek modeli i Ervin Salianit, aksioni i terrenit dhe padyshim edhe organizimi i mirë për të cilën çalon kjo forcë politike. Ervin Saliani sjell elemente që i japin një jetë programit, duke filluar me aksionin frontal, politikën e denoncimit bazuar mbi fakte dhe lidhjen e fortë me bazën e partisë. Si një figurë që nuk i trembet përballjes direkte dhe që ka treguar edhe se ka marrë kosto politike në betejë, ai zotron autoritetin për të motivuar strukturat dhe për të përkthyer frymën e protestës në organizim konkret në terren. Kujtojmë që Ervin Saliani ka qenë një figurë dhe është akoma një figurë e cila i mbush sallat në ato takime që ka patur, edhe pse është larguar jo me dëshirën e tij nga strukturat e Partisë Demokratike, por mostrojmë edhe faktin tjetër që ka patur suksese të dukshme politike në Kavaj, ku është një nga bashkitë kryesore që Partia Demokratike fitoi në zgjedhjet e kaluara lokale, pa haruar patjetër edhe rezultate shumë mira që ka patur në Korçë. Shkojmë më tej. Është një sinergji opozitare, pa Tabakun PD-ja rrezikon të kthehet në një parti shumë të zhurmshme që nuk frymëzon dot besim qeverisës. Pas Salianin rrezikon të mbetet një parti shumë akademike që nuk mbush dot sheshet dhe nuk mbron dot votën. Bashk ata përfaqësojnë ekuilibrin e duhur për një opozitë moderne, të cilës e kemi thënë shumë herë i ka ardhur koha, madje koha i ka kaluar. Duhet kaloj pak tek Partia Socialiste. Vetëpërmbajtja dhe llogaridhënia e pushtetit. Kjo është edhe kryefjala në optikën time që duhet të ketë kjo forcë politike. Nga ana tjetër, për PS-n, protesta edhe kur vjen nga opozita është një këmban alarmi kundër arrogancës të pushtetit, konsumimit nga qeverisja e gjatë dhe klientelizmit. Modernizimi i të majtës mban peshën e tranzicionit institucional. Modeli Spiropali, ekuilibri dhe shtetformimi. Elisa Spiropali përmes roleve të saj kyçet në komunikimin dhe drejtimin e institucioneve të rëndësishme
si parlamenti mban peshën e këtij transformimi, modernizimi i PS-s nën këtë profil nënkupton që aftësitë komunikuese dhe politike të përdoren për të kthyer dialogun institucional në një normë. Sfidat e maggiorancës, Spiropali dhe rryma modernizuese në PS kanë misionin të tregojnë që maggioranca nuk e përdor pushtetin si një karton numrash, por si përgjegjësi për të dëgjuar zërin kritik. Modernizimi këtu kërkon guximin për të goditur fenomenet negative brenda vetes, duke filluar padyshim me korrupsionin, arrogancën dhe mungesën e llogarisë, duke mos lejuar që partia të shkrihet tërësisht me shtetin, duke garantuar llogaridhënie reale dhe jo thjesht propagandë të suksesshme, e cila fatkeqësisht ishte kthyer në të kundërt kohët e fundit Partisë Socialiste. Mbi gjitha, pse tani? Sepse ky është momenti. Unë mendoj që Shqipëria ndodhet në një udhkryq historik ku procesi i integrimit në BE nuk pranon me standardet e vjetra të konfliktit politik të stilit shkatro dhe sundo. Klasa e vjetër politike po e humb gradualisht rrëzimin e saj dhe rrezatimin e saj përpara një brezi të ri qytetarësh që kërkon rezultate, mirëqenie dhe dinjitet. Qartazi shqiptarët janë ndryshe nga se kanë qenë vite më parë. Ata lëvizin më shumë, shikojnë si funksionon politika në Europë, por shikojnë edhe si funksionojnë modelet më të mira botërore. Kur ka një skandal, qeveria largohet, kur ka një njeri që akuzohet për korrupsion, ai nuk mbrohet politikisht si ka ndodhur kohët e fundit me Partinë Socialiste. Prandaj, nëse figura si Tabaku, Seliani dhe Spiropali marrin përsipër të jenë lokomotivat e një lëvizje modernizuese brenda familjeve të tyre politike, skena publike shqiptare mund të kalojë më në fund nga politika e individëve dhe sulmeve personale drejt politikës së ideve, programeve dhe institucioneve. Leximi drejt i protestës sot kërkon pikërisht këtë, guximin për të reformuar veten përpara se të kërkosh të reformosh vendin. Ky është momenti. Ndërsa për protestën, e cila ka një muaj dhe ka patur rezultate të jashtëzakonshme dhe ka patur një motivim shumë të madh dhe të suksesshëm nga qytetarët nga çdo cep i vendit, do flasim në ditët në vijim, por si e thash, duke qenë që unë e mbështet shumë, kam folur shumë për të në rrjetet sociale, sot zgjodha që të flas për partitë e mëdha, për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, të cilat tashmë ju ka ardhur fundi me modelet që drejtohen nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Shihemi në episodin e radhës.